Mirëmbrëma të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të analizuar lojën e Big Brother VIP Albania 5. Banori më i komentuar ditën e sotme ka qenë Rogerti. Rogerti ka patur dinamika interesante. Në fakt unë pyesja veten time pothuajse një javë, pse Rogerti nuk po flet, pse Rogerti nuk po bën debate, apo thënë shkurt, pse Rogerti nuk po bëhet i gjallë, çfarë step Rogertin, çfarë është ajo që në fakt Rogertin e ka trembur në këtë pikë të lojës që të heshtë. Ditën e sotme aq mundi të duron Rogerti. Ditën e sotme plasi një debat i madh me Stenaldon, gjë e cila e çoi Rogertin në dhomën e reflektimit. Në fakt një dhomë e krijuar si një, nuk e di, si një pyll i bukur që të dhuronte një emocion të egër, jo një emocion reflektimi, por Rogerti pranoi sfidën për të reflektuar. I mërzitur në verand, Rogerti qante me dënes që unë do të largohem nga shtëpia Big Brotherit sepse nuk dua që vllau i madh të merr vendimin që të më largoj me zarfin e zi. Do të thënë, nuk e toleronte veten në asnjë mënyrë që të luan, të bën këtë lojën. Në anën tjetër, banorët ishin ato të gjithë që me duar trokitje prisnin Rogertin. Unë e kam thënë, pa marrë parasysh se çfarë sjelljesh Rogerti përdor brenda shtëpisë së Big Brotherit, çfarë gjuhe përdor, sa do të ndëshkohet ai nga opinionistët, sa do të ndëshkohet ai nga vetë Ledioni, Rogerti nuk largohet nga shtëpia. Në fakt jo se publiku nuk dëshiron të largon, po të hymë të lexojmë komente që shkruan për Rogertin, janë një audiencë që Rogertin duan ta shohin jashtë. Por është produksioni dhe është një numër i konsiderueshëm njerëzish që e duan dhe e pëlqejnë lojën e Rogertit dhe duan që Rogerti të jetë brenda shtëpisë së Big Brotherit. A do të largohet Rogerti të shtunën? Me patjetër që jo. Rogerti do të kthehet në shtëpi, do të ketë shumë të vështirë në fakt qëndrimin në dhomën e improvizuar për reflektim, por kjo gjë e faktorizon Rogertin si banor, e faktorizon në fuqinë e tij, do të thënë e shndron në një banor të fuqishëm që realisht banorët brenda i tremb. Konkretisht për mendimin tim, mirin e tremb kjo gjë, sepse e shikon Rogertin të favorizuar në të gjitha format, se ndonjëherë jo dënimi gjithmonë është gjë e keqe për ne. Dënimi ndonjëherë është një gjë e mirë që ne na faktorizon dhe na ndihmon që ne të luftojmë në jetë. Rogerti ka hyrë me një qëllim, do me thënë edhe pse ai primare në jetë apo do me thënë të shenjtë e quante këtë fitoren, por Rogerti ka treguar që ka patur një jetë shumë të vështirë, do me thënë përflitet lart edhe poshtë që Rogerti nuk ka një marrëdhënie të qëndrueshme në martesën e tij, nuk ka raporte të mira në këtë rast me bashkëshorten e vet, i bie që do me thënë nga lekët që Rogerti ka hedhur në kazino, që është një shumë e frikshme për ta menduar, e lëre më ai që e ka përjetuar, do me thënë mbi 300.000 euro të lëna në kazino, një shumë e konfirmuar nga vetë Rogerti, e ka bërë që ai të ketë krisje edhe plasje në familjen e tij, dhe ky Big Brother, siç duket, është një mundësi, një derë e re e hapur për rrugtimin e jetës së Rogertit. Unë të shtunën e shoh Rogertin në shtëpi, nuk e shoh të reflektuar, me thënë drejtën, e shoh përsëri më të egër, sepse e shoh përsëri më të ashpër, sepse ai më tash ka një qëllimin e tij, do të thënë ka një bindjen e tij që unë do t'i nxjerr të gjithë banorët nga vetja, do t'i denigroj të gjithë banorët që ato të dalin nga shtëpia. Kjo është loja që e ka përzgjedhur Rogerti, ndoshta me pretekstin që le të më gjykojnë banorët apo publiku apo opinionistët tani për tani si një personazh negativ,
Por në momentin që unë do dal nga Big Brother dhe në momentin që unë do të shpallem edhe fitues i këtij edicionit, unë do t'tregoj dimensionet mia që nuk i kam treguar ndonjëherë. Ndonjëherë lojën nuk duhet ta marrim edhe shumë për zemër, se në fund të ditës është lojë dhe banorët aty brenda do të përdorin të gjithë mekanizmat e mundshme për të arritur qëllimet dhe misionet e tyre, që në këtë rast, do me thënë, u duk qartazi që Rogerti e ka mision. Do të shohim se si do të qëndron Rogerti në dhomën e reflektimit, a do ta mund të përballoj dhomën e reflektimit apo jo, sepse të qëndruarit vetëm nuk është e lehtë. Mendoj që aty brenda do të ketë mundësinë që vllau i madh në një farë forme do ta ndihmon që Rogerti të studion më mirë banorët në vetmi, edhe një herë të krijon një strategji të re që ndoshta kur do të del prej aty do të jetë një banor më i fuqishëm, më i zëshëm dhe më me energji, sepse banorët e tjerë do të kenë debate, do të kenë dinamika, duhet të jenë të përfshirë gjatë gjithë kohës, ndërsa Rogerti është i vetëm dhe ka këtë mundësinë të krijojë një lojë të re, domethënë të krijojë strategji dhe të logjikojë gjërat mirë. Ndonjëherë këto lloj favoresh që vllau i madh jep për banorët nuk janë gjithmonë në të keqin e tyre. Po ti shikojmë thellë e thellë, janë në të mirën e tyre, sepse ato kanë mundësinë, domethënë, të rikrijojnë një lojë të re. Për Rogertin kjo është një rifreskim. Është një rifreskim goxha i mirë, se tani në qoftë se do të zgjatën 4 ditë nga që duhet të qëndrojë televotimi deri të shtunën i hapur, atëherë nuk kupton që Rogerti, domethënë, ka të gjithë kohën përpara që të mendoj mirë, të logjikoj mirë dhe të futet në lojë, se aty nuk ka as debate, nuk ka as banor të përfshirë, nuk ka as komunikime, nuk ka asnjë gjë, është Rogerti vetëm që duhet të ndërtojë një strategji. Do me thënë, nuk është se i doli keq kjo gjëja, por i doli shumë mirë që Rogerti të luftoj vetëm për faktin që unë do me thënë të ndërtoj një lojë. Tani, Rogerti, unë e di që kur do të kthehet përsëri, do me thënë do t'ju bi banorëve, e tha shumë bukur dhe Armela që Rogerti është e mira të keqes në këtë rast, pa Rogerti nuk kanë Big Brother, Rogerti i ka ngjallur këto banor, Rogerti ka krijuar dinamika, Rogerti ka krijuar lojën, këtë duhet të thënë, por ajo që në fakt Rogerti duhet të ndryshon nga vetja janë ofendimet. Ofendimet që janë tepër të ndjeshme, si rasti për shembull i Stenaldos. Për ndryshe, në qoftë se Rogerti i heqin ofendimet krejtësisht dhe do të kyçet në lojë, do fillon të luan, do me thënë do mundohet të përballon të gjitha dimensionet e banorëve, le ta ofendojnë ato Rogertin. Le ta denigrojnë ato Rogertin. Jo Rogerti ato, Rogerti atëherë bëhet banori më i fuqishëm dhe e them me zë që potenciali i tij është fitues. Në qoftë se gjithmonë ai ndryshon 360 shkallë formën e tij të shprehurit, do me thënë të mos nxjerrën vrerë nga goja. Vreri e djega të përndryshe është një ndër banorët i cili vërtet ka potencialin, ka fuqinë që të jetë i pari dhe të jetë fitues, t'ju vë këmbën të gjithë banorëve të tjerë, sepse fundja fundit karakterin e drejtë për drejtë dhe të sinqert, siç është Rogerti, e duan jashtëzakonisht shumë.